Presidenti serb Aleksandar Vučić ka ngritur tensionet politike me deklaratat e tij të fundit, duke paralajmëruar për një takim të madh në Novi Sad dhe duke kërcënuar kundërshtarët politik. Gjatë një vizite në Japoni, Vučić tha se ata që donin ta shkatronin Serbinë do të mposhten më bindshëm se më parë, një retorik që nxjerr në pa autoritarizmin dhe përpjekjen për të frikësuar kritikët. Komentet e tij vijnë pas deklaratës së profesorit Ilia Srdanović, i cili e përshkroi Vučićin si person non grata në Novi Sad dhe theksoi rritjen e flakës së lirisë në qytet. Përkundër kësaj, presidenti mohoi çdo shqetësim duke e prezantuar vizitën e tij si një çështje familjare dhe duke e përdorur këtë si justifikim për praninë e tij të vazhdueshme në këtë qytet, që nga protesta e madhe e 5 nëntorit të vitit të kaluar në Novi Sad e shkaktuar nga shembja e tendës në stacionin e Kurudor, Vučić ka paralajmëruar vazhdimisht ardhjen e tij, por ka shfaqur pak përparim real në adresimin e shqetësimeve qytetare. Vizita e fundit më 12 korrik e fokusuar të punimet në urën mbi Danub në korridorin Frushka-Gora, shihet nga kritikat si një përpjekje për të shpërqendruar vëmendjen nga problemet reale dhe tensionet sociale. Analistët e cilësojnë retorikën e Vučićit si një strategji për të forcuar kontrollin dhe për të intimiduar qytetarët dhe kundërshtarët politik, duke vendosur Serbinë në një kurs politik polarizues dhe të tensionuar. Vučić po ashtu deklaroi se skenari i Nepalit dhe Charlie Kirk ishte parashikuar edhe për në Serbi, por ai e shmangu atë. Është e tmerrshme që vrasja e Charlie Kirk ndodhi në SBA, por edhe më e tmerrshme që është reagimi i gjysmës së popullsisë së SBA-s që nuk e pëlqen ata. Të majtët që pretendojnë të jenë në avantgard i kanë dhënë të drejtë vetes të vrasin dhe kanë vendosur se vetëm ata kanë të drejtë të vrasin. Kjo lëvizje liberale ka krijuar një situatë ku qenë vlerësohen më shumë se fëmijët dhe secili prej nesh duhet të dashurojë kafshat më shumë se fëmijët që të mos mërzisim elitën e majtë, tha ai. Sipas Vučićit, mes njerëzve që janë përpjekur prej muajsh të shkatrojnë Serbinë me më shumë tërbim është pritur thirrja për dialog. Nëse unë përmend dialogun apo debatin, provokohet menjëherë një shkallë e pabesueshme tërbimi, një nivel befasues agresiviteti nga të gjithë mbështetësit e tyre, liderët, gazetarët dhe mediat. Nuk e përjashtojnë mundësinë që dikush prej nesh të vritet, por ata nuk mund të fitojnë, pasi nëse fitojnë, do ta shkatrojnë vendin për 6 muaj, tha presidenti serb.